Ditën e djeshme në Brazil u arrestua Ervin Mata, 39 vjeçari akuzuar nga SPAK se ka koordinuar një grup kriminal për trafikimin e 220 kg kokain në vitin 2020 në kuadër të një hetimi gjerë ndërkombëtar me Eurojust dhe Europol. Ne do të kemi një komunikim drejt për drejt tani me kolegen Gjensila Kodra për të mësuar detajet. Gjensila, përshëndetje. Të përshëndes, Klevi, në fakt ashtu se që ju e tha, ditën e djeshme është bërë zyrtarisht edhe njoftimi për arrestimin e një prej personave më të kërkuar nga drejtësia shqiptare, konkretisht Ervin Mata, i cilësuar si kreu i një organizate kriminale që merri me trafikun dhe koordinimin e lëndës narkotike, kryesisht ato të kokainës. Duke ju referuar edhe burimeve nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, mësohet se Interpol Tirana dhe Policia e Shtetit kishin siguruar informacione se për më shumë se 2 vitesh, Ervin Mata, 39 vjeçari, ishte një person që jetonte mes Brazilit dhe Paraguajit dhe nga këto informacione për gjatë 2 viteve të fundit ka pasur shkëmbim informacioni me autoritetet vendase pra në Brazil për të koordinuar arrestimin tashmë me qëllim ekstradimi drejt vendit ton. Duke ju referuar të njëjtave burime, mësohet se në momentin që ai është ndaluar, pra 39 vjeçari Ervin Mata është ndaluar nga policia në periferi, pra në Brazil, është person që i ka paraqitur autoriteteve atje disa dokumente të dyshuara të falsifikuara dhe konkretisht fshihej me disa dokumente, por shenjat e gishtërinjve me njëherë pasi u shoqërua nga policia vendase zbuluan se bëhej fjalë për 39 vjeçarin Ervin Mata dhe konkretisht në momentin e ndalimit ai ka dorëzuar dokumente të dyshuara të falsifikuara të Paraguajit, por që vendlindjen e kishte në Mbretërinë e Bashkuar, mjet identifikimi ky që s'ka donte deri në vitin 2030. Po ai, po ashtu pas kontrolleve që ju ushtruan me njëherë pasi u arrestua në fakt, ju gjetën edhe mjetet të tjera identifikuese të cilat ai posedonte, po ashtu të dyshuara të falsifikuara. Konkretisht një kartë identiteti, po ashtu dhe një pasaport bulgare. Dhe të njëjtat burime, nga të njëjta burime, në fakt mësohet se pasaporta bulgare kishte skaduar në vitin 2024, pra rreth 2 vite më parë, ndërsa përsa i përket kartës së identitetit ishte po ashtu bulgare dhe falsifikuar, ishte e vlefshme deri në vitin 2029. Duket se me këto identitete ai ka mundur të kalojë mes Brazilit dhe Paraguajit, aty ku në fakt ishin siguruar informacionet e vlefshme nga grupi hetimor dhe konkretisht nga policia e shtetit, kryesisht nga Interpol Tirana për arrestimin, fillimisht për lokalizimin dhe arrestimin e tij. Të njëjtat burime sqarojnë se në momentin që ai është ndaluar ka qenë në shoqërinë e personave të tjerë, pra shtetas të tjerë, mes të cilëve shqiptar, por edhe të huaj, kryesisht persona që kanë qenë të kërkuar si të përfshirë në trafikun e narkotikut, por jo për llogari të territorit shqiptar, por për llogari të vendeve të tjera. Në fakt, Ervin Mata u bë i njohur edhe për në disa ngjarje të ndryshme të hetuara nga drejtësia shqiptare, por nga ana tjetër, zyrtarisht ndaj tij, masa e sigurisë, ajo e arrestit në burg për përfshirje në trafikun e lëndëve narkotike, kryesisht kokainë me si të mëdha pra kokaine, është caktuar në mungesë në vitin 2023 dhe që për ati viti a ishte shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare me kërkesë të prokurisë posaçme SPAK me një vendim të GKK-s që e kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Në dosjet hetimore pra të SPAK përmenden disa raste të trafikimit të lëndëve narkotike, kryesisht kokainë, dhe njëri prej tyre ka të bëjë në shtator të vitit 2020 dhe konkretisht në 29 shtator të 2020-s kur është koordinuar dhe është trafikuar një sasi prej 220 kg lëndë narkotike, ajo e llojit kokainë. Akuza që rëndon ndaj të shumë kërkuarit, mund të themi tashmë i arrestuar në Brazil Ervin Mata, është ajo e trafikut të lëndëve narkotike, kryesisht kokainë, si dhe përfshirja e tij në grup të strukturuar kriminal, ndërkohë që tashmë me arrestimin e tij ka nisur dhe procedura për të vijuar më tej me ekstradimin drejt vendit ton dhe për të përballur me drejtësinë dhe akuzat e ngritura nga drejtësia shqiptare. Zjat në kohë procesi i ekstradimit, Gjensila? Në eksperiencën e personave të tjerë që janë arrestuar. Ka njësër procedurash, po, ka disë
është një procedurë, nëse bëhet me përshpejtim në fakt Klevi, mund të përfundoj kjo procedurë brenda disa muajsh, brenda vitit por në disa raste të ngjashme kemi vënë re të paktën prej disa muajsh që të ketë një ekstradim. Kjo për shkak se fillimisht gjykata pra në Brazil është e detyruar dhe hetuesit atje janë të detyruar që nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë në vendin tonë, siç e njeh dhe procedura, duhet të kërkojë informacion zyrtar në lidhje me dosjen hetimore që prokuroria e posaçme SPAK pra në vendin tonë ka dhe akuzat e ngritura ndaj Ervin Matës. Njëkohësisht duhet i vihet në dispozicion edhe masa e sigurisë ajo e arrestit në burg që fakton apo vërteton në këtë lloj forme që Ervin Mata është një nga personat e kërkuar nga drejtësia shqiptare. Dhe në sajt të gjitha këtyre dokumenteve dhe të gjithë procedurës pritet që të finalizohet pra me marrjen e vendimit pra nga gjykata në Brazil, pritet të finalizohet më pas edhe ekstradimi drejt vendit tonë. Është qartë. Mirë Gjensila, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne. Faleminderit ju.